Projekti për të shpëtuar zonën e Nënshkodrës nga përmbytjet është gati për zbatimin e të cilit është i nevojshëm një financim prej 56 milionë euro. Projekti është përgatitur nga një kompani angleze në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, Ministrinë e Bujqësisë dhe Ministrinë e Brendshme. Drejtori i basenit ujor Drin Bun, Muhamet Muça, thotë se në këtë projekt sistemohet drini dhe buna nga Spathari dhe deri në grupderdhjen e bunës në Adriatik. Problematikat e bunës të drinit, normalisht si nyje shumë e veçantë e nyjes të basenit këtë drin bun, me liçenin dhe me gjithë ato ushqyesit e tyre, është një nyje e veçantë. Është një fakt që Ministria e Bujqësisë, Ministria e Ambientit dhe Ministria e Brendshme në kuadër të një projekti të madh ka investu projektin e sistemimit dhe të rehabilitimit të bunës dhe drinit të drenit Spathare. Ky projekt konsiston në projektin DEN dhe merr parasysh krejtësisht problematikat e përmbytjes 2010-2011. Në këtë kuadër kuptohet qeveria shqiptare ka bërë shumë punime, po duket shumë e qartë se këto kanë funksionuar në mënyrë të shkëlqyeshme, por këto ishin disa punime afatshkurtër, kuptohet, dhe me projektin e fjalë janë një projekt që dhe në afat mesëm dhe afat gjatë. Muça thotë se zbatimi i këtij projekti fillon së shpejti dhe konsiston në pastrimin e shtratit të drinit e të bunës, si dhe dyfishimin e kapaciteteve të kanalit të ndërtemsës në afërsi të Velipojës. Në mënyrë absolute, ky projekt e shpëton Nënshkodrën nga përmbytjet e përditshme, thekson drejtori Muhamet Muça. Një pjesë e lagjeve të qytetit të Shkodrës dhe zonës së Nënshkodrës, ndërmërpjelloret në vendin tonë, përmbyten gjatë dimrit duke shkaktuar çdo vit dëme në 10 milionë euro. Financimi prej 56 milionë euro në pamjen e parë duket i konsiderueshëm, por përfitimet nga ky financim do të jenë të jashtëzakonshme. Mënjanimi i rrezikut të përmbytjeve nga rajoni i Shkodrës është kthyer në një detyrim kombëtar.